dhe në breza të ndryshëm. Për mendimin tim, kjo ndodh në rast të parë për shkak të nivelit të dobët të edukimit popullatës, në rast të dytë vjen si rezultat i polaritetit shumë të lartë midis qytetarëve të Republikës tonë, polariteti social, i cili krijon frustrime, krijon mungesë ekuilibrash, krijon probleme. Dhe së treti e gjej arsyen tek kjo rritje e agresivitetit, tek mungesa e vlerësimit të atyre virtyteve që e mbajnë shoqërinë lidhur. Për aq kohë sa qytetarët tanë kanë një nivel të ulët të edukimit, për aq kohë sa polariteti social është kaq i lartë, për aq kohë sa virtyteve të shoqërisë apo të komuniteteve tona nuk u jepet vlera që ato kanë, sigurisht do të kemi të bëjmë me tregues të thellë, domethënë të elementeve antisocial. Gjithsesi, është dhe shqetësuese sepse ne bashkëtojmë, gjithë shoqëria bashkëton me këtë dhe shpesh për shembull, edhe kur ulesh në për kafene, je i friksuar zonja Binjaku se çfarë nuk të rrethon. Dhe ka raste për shembull që edhe unë apo edhe ju i keni parë, edhe kur dhunohet një re apo një i ri, ka një farë indiferentizmi nga ana e qytetarëve, e shoqërisë. Nuk reagojnë, e shikojnë dhe ulin kokën. Po, në këtë pohim tuaj mund të identifikojmë disa element që meritojnë vëmendje. Në rast të parë po e nis nga fundi, nga rritja e indiferentizmit qytetar. Qytetari e shikon tjetrin që gjendet në vështirësi dhe përkundër asaj që i është edukuar në breza, pra mbështetet tjetrin në nevojë, jepi një dorë, mos e lër në vështirësi. Pra, ky edukim me sa duket në brezat e sotëm është të ardhur shumë i dobët, ata nuk e njohin vlerën e kësaj mbështetje që po flasim. Së dyti, indiferentizmi është rritur edhe si rezultat i asaj që ju thatë, njerëzit nuk kanë ndjenjë sigurie. Pra, edhe kur ndodhen në prani të themi në ambiente publike, në ambiente ku lidhjet me të tjerët janë shumë të dobta, pra janë thjesht aty për aty, informale, nuk njihen, sërish kanë ndjenjën e pasigurisë, sepse veçanërisht ku ka të rinj, veçanërisht ku ka adoleshent, gjithmonë është stepja sa ata në një çast apo në një tjetër mund të shpërthejnë në sjellje agresive. Nuk duhet të harrojmë që një problem që e krijon agresivitetin është varësia nga substancat narkotike. Ne jemi mjaft mbrapa, mendoj unë, në masat që marrim për veçanërisht për përdorimin e substancave narkotike në radhët e adoleshentëve dhe të tëmiturve, sepse kur ata fillojnë substancat kaq të vegjël, është shumë pak e mundur që në rini të heqin dorë, nga që programe mbështetëse nuk ka, arsyet që i çojnë drejt përdorimit janë aty, dhe janë të ndryshme, dhe dua të them që veçanërisht kur janë në kushtet e abstinencës, pra të mungesës përdorimit e substancave narkotike, ata bëhen tërësisht dalin nga vetja, bëhen shumë të dhunshëm. Dhe kjo nuk është, si të themi, një dukuri e vogël tani më. Gjithsesi, ne themi që jemi edhe popull Ballkanas, por nuk është vetëm ky, pra le themi është një ndër faktorët, por janë dhe ato që ju parashtrohet, por ka një shoqëri e cila tek mos reagimi, se nuk është vetëm tek përdorimi i lëndëve narkotike. Mua më shqetëson mos reagimi i gjithë shoqërisë në raste të tilla, dhe shkohet direkt për drita makina, shkohet direkt në fatalitet. Po, shumë e vërtet, do me thënë, unë përpiqem të shfrytëzoj çdo hapësirë që më jepet dhe të adresoj disa probleme që i shikoj me shqetësim. Dhe është e vërtet kjo që ju thatë, nuk e gjej gjithmonë sjelljen agresive në rritje tek rritja e përdorimit substancave, por mendoj se është një ndër elementët. Të tjerë element i gjej kryesisht te niveli dobët i edukatës së popullatës. Një, së dyti tek rënja e mendimit kritik, nuk ushqehet mendimi kritik në radhët e popullatës në mënyrë që njerëzit të dinë të vlerësojnë se çfarë është sjellja e mirë, cili është modeli i dur, ku janë vlerat e kësaj shoqërie, dhe në këtë pikpamje shumë të rinjët të reja tek ne janë tërësisht të lënë jashtë këtyre kornizave që i edukojnë ata dhe që i formojnë ata. Nga e merr popullata, të themi, reagimin, pikërisht nga mendimi kritik,
në qoftë se do të ishte vërtet një shoqëri që mendimin kritik e kishte kult, pra të shqetësohej për ato që e shqetëson, të reagonte për ato që e mundon, të korrigjonte ato që vërtet është problem, këtë do të arrinte ta bënte po të gëzonte vërtet një mendim kritik dhe një analizë kritike në mendje dhe në formim, gjë që unë dyshoj se e kemi. Sa i takon reagimit si Ballkanas, ne Ballkanas kemi qenë edhe kështu do të jemi. Këtë që është e jona nuk e ç'bëjmë dot, por këtë kornizën e sjelljes qytetare na jep kryesisht edukimi, na japin edhe për lavdërimet e modeleve që përçojnë vlera në shoqëri. Sot jetojmë në kushtet, shoqëria është bërë indiferente sepse shikon që dhe ai apo ajo që me sjelljen, me mënyrën si mendon, si vepron, si organizon të përditshme në jetën në jashtë dhe brenda shtëpisë, përbën një vlerë, nuk e shikojnë atë si mendikim, nuk e shikojnë si nuk e respektojnë dhe kanë humbur, si të themi, busullën për të respektuar atë që vërtet është model i mirë dhe i bukur i një qytetari. E kuptoj. Mirë, Binjaku, unë të falenderoj shumë për të gjitha këto që të thatë, padyshim për këtë analizë, është një fenomen në fakt që të gjithë ne duhet flasim dhe duhet japim padyshim mesazhe, sidomos për të rinjt, sepse ja kemi pasur dhe rastet për shumë të adoleshentëve, jashtë ambienteve të shkollës apo pranë shkollës, që kanë përdorur deri në thika, që është vërtet një gjë e rëndë apo jo? Sigurisht që po, kështu që mesazhet tona shpresoj të shkojnë në veshjen e duhur dhe të mos i qëndrojmë larg mbi të gjitha angazhimeve tona, sepse në qoftë se je prind, duhet i qëndrosh angazhimeve si prind, ama nëse je një edukator, duhet i qëndrosh atyre parimeve dhe atij kodi deontologjik që ka profesioni i edukatorit apo i mësuesit apo i arsimtarit. Sot, kur fola për këtë mendim kritik, përfshi këtu edhe arsimtarët në Republikën e Shqipërisë, të cilët jo të gjithë manifestojnë një autoritet të lartë në punën që bëjnë. Ka raste madje kur vetë nxënësit nëpër shkolla, brenda nëpër klasa zihen e rrihen me thika në xhep dhe mësuesi nuk bën gjë tjetër veç se thotë të lutem mos më godit mua. Këto janë histori që i raportojnë vetë fëmijët, vetë të miturit, vetë nxënësit, nuk dalin në publik sepse ka humbur dhe pak kurajo qytetare, por si i thon asaj fjale, e vërteta ekziston dhe është vetëm një. Kështu që në qoftë se këto histori ndodhin, ne duhet të shqetësohemi vërtet edhe për autoritetin e arsimtarit ose e fuqisë edukuese që qëndron në duart e shkollave. Binjaku, të falenderoj shumë, ishe kënaqësi. Gjithashtu, shumë faleminderit. Ishim me sociologën e